Sa kollaj do ishte si kur ta dojë të vërtetën. Ti nuk e do të vërtetën, ti do që unë të gënjej. Qyre, qka dush rrejt, qka dush tuj, veç mos më thuj që je kon të beqiri, që një obdit me njëri në rezilje me tu bo. Po mirë dhe mirë, po ta them ato që do. Nuk kam qenë të fqiri. Po, nuk kam qenë të beqiri. Po? Po. A ku je kon? Një Himalajën, po. Libre që ato libra? O lohan t'ja për thallë bëth me mu, bra? Gonxhe, ti do që unë të gënjej. Qka për dogna unë e ty s'po kuptoj? Nëse insiston të gënjej, unë kam edhe shumë vende tjera ku kam qenë. Ty agenti po dogna, qka dreqi po dogna se di? Çfarë agenti? Krejt e kundërt e agentit. O, zoti man, qyre mos kujto se që të muhabet ki me qitë në hajgari. Ko me të marrë pytje dej mëngjes pasharizon e zotit. Dej mëngjes dej sa të ma thush të vërtetën. Që po të thamë? Sin hetu e si, ja? Sin hetu e si, bile dhe ato të Korez veriore. Po do në vetë? Nuk po më besohet. Mos besofsh... Që? Provoje, këshyre, bindu. Gonxhe. Që, Luan, të lutë na mos më afro. Mos më afro. Hik, largohu. Nuk më besohet në çfarë je shndruar. Po nuk besohet normal, se si më konë kështu kur, po më bonët. Më tanut, mi qitet, men pikrejes mi qitet. Po pse më i Gonxhe? Qysh pse, bre, Luan? Qysh pse? Vetes ja ke bon. Vetes ja ke bon. Si thote e fjala e urtë, çka i bon vetes. Po mos e se e dëmton shëndetin tënd. Oh, shnetin tem e ka gajle ky. Shnetin tem e ka gajle ky. Trulloni, zona, trullan. Ej, të lutem pa ofendime. Qyre, pa ofendime, a? Po mirë për Luan, a ka ofendim ma të madhë për një gru me i hik buri pi shpis, mës me ditë ku e ka burin e vetë 2 natë e 2 ditë rem. Edhe me dalë si qenë me lyp rrugë për rrugë në për qytet, mës me ditë ku e ka burin. A ka ofendim ma të madhë për një gru kalzon? Fol! S'di çka them. Po s'di çka me thonë, s'di çka të them. Normal që s'di çka me thonë. Gonxhe, po ta them atë që ta kam thënë 1000 herë dhe kush më ke kuptuar. Çka më ke thonë? Po çdo njeri e ka atë hapësirën e vet personale që nuk guxon t'ja prish kërkush. Më ke çudit me atë hapësirën tone personale. Po unë e prej që ku marrë, bre Luan, që të shpi sa vjetë jom bo. Kur hapësirë personale temën pas nuk kom. Qunë mëngjes, bon mëngjesin. Habuk, bon u gati, shkom pun. Punos si thia që në pun. Ktheu për punës, laj durt, bon drekën, shtro drekën, hek drekën, kërejt për juve, jo për hapësirën teme personale, Luan. Kur as njëherë. Për kundra zi, Luan, hapësira jote personale, halasht e pa prek me kur nuk o prek. Jo, Gonxhe. Jo. E kundërta e asaj që thua ti. Hapësira ime personale ka ko që është prish. Po mundohem nga njerë ta riformësoj dhe të marrë ndonjë vendim në kuadër këtij rrethi. Po çfarë vendime pash rizone, zoti? Çfarë rrethana, çfarë vendimesh? Po ti e di shumë mirë se vendimet i marrim së bashku, po nga njerë... Ha? Do me thonë ti pas ke marrë në i vendim, a? Po. Marrët kuft. Do me thonë musëm pas ka me tjetër sen, kur gjo? Mi marrë kuferat, zhag edhe në familjen teme, a? Ej, po çka të polli mendja tash? Ti kujton... Of. Për zotin gabim e ke? As që ka menduar ndonjëherë sa aty do të shkoj mendja? Luanve, ku mërët mi shku gruis menja dikun tjetër? Lutem qetëso. Pas po muj mu qetësu, as po më shefa. Po mundohu. Po mirë me as kam drejtu në mu shqetësu kura? Jo, ki drejt, ki. Po më duket vetja sigur ka vdek dikush këtu. Ma mirë të kishë vdek dikush se që kjo me ndodhë më pleqnit. Ej, luje vendin, çfarë po flet ashtu? Ti pas ke qenë shumë emocionale, më? Sa kohë ka që jemi bashkë dhe nuk të kam njohur sa duhet? Ja, Luan. E di shka ku menu. Se ke shku me nej kanë tjetër.
As që është pjesë e agjendës protokollit tim ajo. Nane. Luan, a menon se muj me undon ato njerë? Nuk e kam planifikuar. Se planifikoj, as që do ta planifikoj ndonjëherë. E po mirë be drejt që e marrë, pse s'po më thu ku je kon 2 ditë e 2 nete me mrahatu mo? Kallzo ma të vërtetën më. A prap po sillemi për të njëjtën biseda? E po sillemi derisa ta marr përgjigjen e saktë. Po ti nuk e do përgjigjen e saktë. Qysh nuk e du përgjigjen e saktë? Thjesht ti nuk je kon te Beqiri. Jam e sigurt. Po mirë, moj, unë them kam qenë te Beqiri, ti nuk beson. Beqiri thot ka qenë te Beqiri, ti prap nuk e beson. Nuk i beson fjalëve të avokatit. Më le atë advokat, le Beqirin, ku e njeh ti Beqirin, ma mirë se ti unë e njoh Beqirin. Beqiri. Nuk mundet, thjesht nuk mundet, nisen që s'mundet. Pse nuk mundet? Pse ti se njeh Beqirin. Unë e njoh ma mirë se ti Beqirin. Edhe këshyre mos muno me më këcy pi temës. Që tu kemi me bo muhabet derisa ta marrë vesh të vërtetën, të lutna. Mos e lbetem ke ngatru me bushin. Pse ti aspe aman krahin bushit hiqa? Jo, kurën e kurës nëse se thot vërtetën. Qyre, kur ja pas ke nisti me të vërtetën? Tepër e vështirje për Zotin. Po Beqiri mori vetë. Qysh bret mori Beqiri vetë? Për krahit mur të qoj mbanes veta? Po mirë moj, thjesht, shumë thjesht. U taku në koridor, më thiri për kafe edhe... Edhe ti shkove? Po. Edhe u harrove? Po jo me bisedum për gjëra të rëndomta, në fakt bisedum edhe për gjëra tjerat më të komplikuara, edhe më betavon. Aj, Luan, aj pash Zotin, këto as Paris Hiltoni s'ka për ta besu. A të lutem, tuajt mos i përzin punën tonë. A pritni me, qka bisedut ju 2 dit e 2 net resht? Bisedum për... Ha? Bisedum për gjëra të rëndomta. Si punën e pistoletës, punën e gaxhës. Ha? Po, a? Po. Edhe? Amir, ku ishe ti kur Beqiri viket këtu të na me pi qaj? O Luan, hajt veç u pash Zotin, mësëm kërhat aty si baba, hajt se e di se që tje? Ha? Qysh ha? Ti pinalta na shpionojshe neve, a shka bojshe? Po, e zbulova. Ti na ke spionu. Çka zbulova? Po e zbulova. Ti ke shku nalt me marrë verë shka folmina kur si ti këto. Po unë kretë di çka flitet. Po du me thone pranove, pirollat koft. Na ke spionu. Shumë mirë. Pse a, pas ka diçka denjë që ta marrë veshun? Denjë. Kërhat me te babës ton natën. Zja. Ma dhe fjallën se nuk do të përsërit. Qka bre mës me përsërit, s'po të kuptoj? Më premtove se do të halosh. Qka me Luan, une nuk po të kuptoj Luan. Ku e ki fjallën? Shumë mirë di ku e kam fjallën. Për Duhanin e kam. Baba të kalzoj ty, a? Jo, nuk më kallzoj baba, po i vjen era dhomës. Nuk e dëgjon era? Jo, sens jam të une. Natyrisht. Duhan gjiu nuk e ndjen erën e Duhanit. Hajt be Luan, pash rizan e Zotit, 2-3 cigare i piva. Ketë pi nervozës pi teje. Njëherë Duhan gji, për herë Duhan gji. Or, nuk është e vërtet, bre, kom lanë. S'duket ashtu. Hajt lutna mësëm hik pi temës, se se ki njet me flejt desat nga kallëzësh vërtetën këtu, që tu qutë kime najt bashk me mu.
Mirë me, hajde. Hajde, po qohem, hajde. Mbasi po do ashtu, që s'ka gjumë, hajde. Edhe? Edhe? A ka diçka për me më kallëzu? Jo, nuk ka. Unë të kallëzova, Luan. Të kallëzova që i kom pi 2-3 cigare dhe ato për shkakun tënd. Jo, nuk është e vërtet. Ti nuk më kallëzove, po e zbulova vetë. E po ani, dhe që mirë, punë e madhe, e zbulove, të kallëzova s'po ku e pranova. Ti a ki për me pranu diçka, jo? Mendon gjatë gjithë jetës ime? Jo, për që do 2 natë që ke mungu. Jo, nuk ka asgjë. Ha, a do me thonë pas, ka halo, pislëgje tjera, pit kalumës që si di une. Kjo po kalon çdo kufi. Hajtë se po bi. Hajtë vëstani e se e di pi kujt e marrë une. Mami! 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 O dreq, që ke të bua ty të dira? Që e nora ty të dira si lugat dhe të mishtine? Hajde, që kemi mësafir. Që shmërë misafir me sabah? Mami, 19 është ora. Një me, a? E që zotit, më punë mare kështë avë nuk pashku. Mami, Që kësë më ka bo kurva kibre. mami, e shtonë në besot? E shtun? Po, nuk punon sot. Vetë nëse do t'i kompenzojsh ato dite që nuk e kanë. Full bre ma herët se jam tru laf krejt. Se di që kam ka gjithë kurva ki që kësë më ka bo. Valla as një herë s'kom patë që është 19. O, s'kemi flejton natën, bre. O dreq, jemi për la. Hez dil. O, këshi, mirë se pas një ardhë. Mirë se keni ardhë. Si jeni? Më falni që erdha kështu herët në mëngjes. Ja, mërë këshi, s'është herët 11 ora, po kemi mi të vonë. Ani hajrolla? Besoj që ende nuk e keni ngrënë mëngjesin. Jo, s'kemi hongër mëngjes, jo. Po falemderit shumë këshi, po s'ka pas nevoj. Nuk është ndonjë gjë e madhe. Po s'ka pas nevoj më hargju, jo. Çka ka shtëpia, ka edhe kojshia. Mami, a nuk e njën se thot njerit se s'është kur zhon? Nese, falemderit këshi. Që pevnoj qajën unë e dhe i sa qot Luani. Më shpejt se dikush së në prep. Dhe marrësh një? Mere një, sho se të hahet. No, be da pres shajnë. Po meret e një. E në unë dhe pres qajnë. Genti. Mere një, ermofsh mu mere një. Se qëkon shkollëve në? A pas një farfe. Move në? Nuk kanë si vaktin tuj. Ja, ku e dishte që ka kanë vaktin tonë? Po se nuk jeni gjesh profesorit, ju ka gjek në qitek. Profesorin qitek? Le profesorit 5 tau pra kur shkojsh në shpaj haxhi ja mëso. E me një shkën ngell. Po. Po pse, ti u si ashtë? 12 një shanë provim. 12 një shanë provim? Po? Ja. Vesh dhja shef një hajrin kësaj punë. E një ju në shef një neve. Ne vesh vakimi pa. Ne di që kom sa në shkollë. Ha,
Si që kryjnë në telefon pa më qollau. Si të fim, baj bon pa më mëzon profesori. E në që jo teamwork, gjo teamwork kur bëjnë test. Ginti, shko thire babin. Prap se prap, oni se te mendojsh se e ki munoj shkolla. Ama kur të dalësh, dhe prap do të shkoj lakmaja për qëtë shkolla. Dhe më shkoj lakmaja për shongu dhe në zhurkat, se për shkolla në asë një herë. Ginti, shko thire babin, thash. Ajde minirë. Si janë fëmijët e sodit. Po edhe neve nuk na kanë munguar muret e shkollës, po gjithmonë ajo që ka ndodhur brenda tyre. Mre këshili, se s'kan gajlen ato. Me ndodhit se kan gajle për kur gjo ato kthejnë shpi hungjën i lexojnë internet tona. Më falni se ndoshta ju solla të lashe. Jo be këshi, as mos e përmend, bile, mirja ke bo, edhe ashtu e kisha plan me të thirë. Ashtu? Faleminderit. Bashja ke bo mirë me këto kiflet, se edhe ashtu s'pa ta bo kur gjo mëngjes. Veç deshta me të vetë diçka se... Urdhëroni. Ndeshta me të vetë diçka në lidhje me Luanin. Qka keni bisedu 2 ditë e 2 net me Luanin ju? Edhe? Edhe menova se përgjigjen e vërtet kime ma thonë ti. Në fakt, Luani... Për mua flisni? Kush bushi? Si e Beqir? Mirë, faleminderit. Ti si ke flejt? Mirë, si qingjë. Qëfar janë këto? Beqiri ka pru kifle për mëngjes. Pse u harxova, Beqir? Të shkoj t'i biq ato qaja. Unë e po du me shute nana pak. Nja 2 java, nja 2 muja. Po? Po. Shko po deshe. Mos e ke pak 2 muja. Jo, Luan. Kompenzim për ato 2 natë tua që serdhe. Urdhëroni. Marë me kush i marë, mis në vje marë, në shpiton jemi. Nuk e kuptoj si i lidh 2 muaj me 2 ditë. More 2 muj. 2 vjetë du të me nejtë. A hiq mos më këthyja, ta shof. Mami, gjithu folbe? Me mamin, dërë nëse s'ja nisin këta bylbylat me kalzu, me folë, të vërtetën me kalzu, unë i mora kuferat edhe shkova të nëna jeme. Nëse fillojmë me kushtëzime kështu... Mos një zonë, ju lutem, po nuk ka nevoj. Luan, Lele shprejt edhe jo ka 3 shprejt. Në qëre ka drejt me u shprej. Për qëfar drejt e se? A din ti koshi se unë jom krye familjarin këtë shpi. Këtë problemen mi shpinën te me bin. Po. Ama unë nuk shkoj me hik pi shpijes më mshele vër birucat këshive. Po rinë shpi. Nuk isha thonë virut zonjë. Në thjesht kemi qenë banesën time duke biseduar, bised burrash. Që, 2 natë ju bised burrash, veç ju 2 vetë, a? Po, pse nuk ka gra, i thuhet bised burrash. Beqir,
Le pash zotin mos janis tash me kuvendin e burrave. Më falni. Qyre shka t'ju thonë, me një herë me kallzu problemin që tu në qëtë moment, se une nuk dal pi qëtushit pa e marrë vesh të vërtetën. E boj nomin, krejt senet i thej që tu nuk garantoj shka boj. Luan, ndoshta është koha ti tregojmë. Lutem mos fol kur gjo. Ndoshta është koha ti teshtësh. Kojshi avokat fol! Mos fol! Qyre kojshi, ja po fol po kallzon drejtja, mo që të mbanes ti nuk ki me ardh. Po mos një zonë ju lutem unë për të mirën. Fol po të thonë shka është puna mes juve dyve. Mos fol! Fol! Po unë jam avokat. Hic po m'intereson avokata shka je, kallzom atë vërtetën, shka keni boju dy natë vetë bashk. Unë jam avokat i Gaxhës. Qysh? E knaqe ti. Gaxha më ka caktu avokat të ti dhe më ka dhënë një propozim për Luanin. Prandaj është dash që Luani vetë të ndëgjoj pa ndërhyrjen të dëgjoj propozimin, pa ndërhyrjen e dikujt tjetër, direkte ose indirekte, pa ndërhyrjen e palës tjetër, në këtë rast juve. Qfar propozimi? Ti kallzoj? Shte me këni të lavajt kitë. Qfar propozimi? O, hade, fol, mbasi e nise, fol. Nuk bën për para fëmijëve. Genti më shili vesh me mamin. Ajde fol. Mirë. Gaxha E ti qka këshi, kapi qëto edhe qoja familjes tani. mos një zonjë. Me njëherë. Ajrë bërë me hongre një.